Skuadra Lezhëiane e Beslidjes në futboll vijon të tregojë se ndodhet në një moment shumë të mirë sportiv. Në një ndeshje miqësore zhvilluar ndaj Vllaznisë në 19, Lezhëianët arritën një fitore bindëse me rezultatin 3-0, duke dhënë sinjale pozitive përpara rifillimit të kampionatit. Pjesa e parë nisi me ritëm të kontrolluar nga vendasit, të cilët e morën që në minutat e para drejtimin e lojës. Goli avantazhit u shënua nga Kansas, i cili konkretizoi një aksion të shpejtë dhe finalizoi sakt përballë portierit shkodran. Edhe pas avantazhit, Beslidja vazhdoi të ushtrojë presion, duke mos lejuar kundërshtarin të ndërtonte lojë. Në pjesën e dytë, trajneri Elvis Plori kreu një sër rotacionesh, duke aktivizuar të gjithë lojtarët e disponueshëm. Kjo nuk e uli as pak ritmin e lezhëianëve. Kruja dyfishoi rezultatin pas një goditje të saktë brenda zonës, ndërsa Danaj mbylli ndeshjen me golin e tretë duke vullosur fitoren 3-0. Miqësoria u pa si një test i rëndësishëm i stafit teknik, i cili synon të mbajë skuadrën në gjendje optimale fizike dhe psikologjike. Kjo është një ndeshje stërvitore që të shohim gjithsesi, ne kemi vazhduar një mikrocikël me 2 herë ditë stërvitje, nga që jena 2 javë pushim është java kombëtores, edhe javën tjetër kena me Valbonin, që Valbona nuk marr pjesë, edhe na ka vlejt, edhe të shohim gjën gjithsesi të reale, edhe mos ta ulim tempin, se qëllimi i Beslidjes dihet është kategoria e parë, dhe deri tani pritshmëritë tona janë shumë mirë, edhe besoj që do ta marrim vendin e parë dhe të dalim kategorinë e parë. Me presidencën e re edhe me mbështetjen e bashkisë është bërë një punë kolosale, ekipi nuk i mungon asnjë gjë nga ana financiare, nga ana materiale, dhe është bërë një grup shumë i mirë, është harmonia shumë e plotë dhe dihet qëllimi komplet ekipit që çfarë objektivesh ka Beslidja për simje. Kjo fitore e pason suksesin e arritur një javë më parë në transfert ndaj Veleçikut, ku Beslidja triumfoi sërish me rezultatin 0-3. Aktualisht Beslidja kryeson renditjen me 16 pikë, të cilat vijnë nga 5 fitore, një barazim dhe asnjë humbje. Skuadra ka shënuar 11 gola, ndërsa ka pësuar vetëm 2, duke reflektuar qartazi dominimin dhe organizimin e mirë që është bërë nga presidenca e re e klubit.